Horoskopi i datës 11 shkurt. Dashi. 11 shkurti për dashin hap një kapitull ku forca personale dhe durimi duhet të ecin krah për krah. Yjet tregojnë se sot do të ndihesh më energjik se zakonisht. Por kjo energji mund të shpërndahet gabimisht nëse nuk e kontrollon. Ka një dëshirë të brendshme për të dominuar situatat, për të fituar, për të qenë i pari. Por sot fitoria e vërtet vjen nga vetë përmbajtja. Në planin profesional, pritet një situatë që të vë përballë një zgjedhje të shpejtë. Mos u nxito. Një vendim i marrë me gjakftohtë si sot do të sjellë përfitime afatgjata. Nëse je në një pozicion drejtues, vartësit të shikojnë me vëmendje, sjellja jote sot do të mbahet mend. Financat janë të qëndrueshme, por ekziston tundimi për shpenzime impulsive. Pyet veten, a më duhet vërtet kjo, para se të nxjerrësh portofolin? Në dashuri, dashi sot është intensiv. Në qift, partneri mund të ndihet i mbingarkuar nga energjia jote. Ndaj trego më shumë ndjeshmëri. Një gest i vogël butësie do të vlejë më shumë se mijëra fjalë. Beqarët kanë shanse për një takim spontan që fillon si bisede thjesht, por fsheh potencial të madh. Shëndeti kërkon vëmendje te tensioni nervor. Sporti i lehtë ose ecja do të ndihmojnë të shkarkosh energjinë e tepërt. Demi. Për Demin, 11 shkurti është një ditë reflektimi dhe stabiliteti të brendshëm. Edhe pse rreth teje mund të ketë lëvizje dhe ndryshime, ti mbetesh një pikë e fortë qetësie. Yjet tregojnë se sot je më i lidhur me vlerat e tua dhe nuk pranon kompromise që cenojnë dinjitetin. Në punë, dita favorizon vazhdimsinë dhe këmbënguljen. Nuk është dita për rreziqe të mëdha, por për të forcuar atë që ke ndërtuar. Një epror ose koleg mund të vërejë seriozitetin tënd dhe kjo do të hap dyer në të ardhmen. Financat janë në gjendje të mirë, por yjet të këshillojnë të mendosh për kursime ose investime afatgjata. Çdo hap i vogël sot ka peshë të madhe nesër. Në dashuri, Demi kërkon siguri emocionale. Nëse je në qift, është një ditë ideale për të folur për të ardhmen, planet dhe ëndrat e përbashkëta. Afërsia emocionale do të forcohet. Beqarët ndihen pak nostalgjik. Një person nga e kaluara mund të rikthehet në mendime ose edhe në realitet duke trazuar ndjenja. Shëndeti është i mirë, por mos neglizho pushimin. Trupi yt ka nevojë për ritëm të rregullt. Binjak. 11 shkurti është një ditë e gjallë dhe plot lëvizje mendore për binjakët. Mendja jote është në formë maksimale. Idet rrjedhin pa pushim dhe dëshira për të komunikuar është e madhe. Megjithatë, sfida kryesore sot është përqendrimi. Në punë, dita është shumë e favorshme për negociata, intervista, shkrime, media, rrjete sociale dhe çdo fushë që lidhet me komunikimin. Fjala jote ka peshë, por kujdes të mos flasësh më shumë se sa duhet. Disa gjëra është më mirë të mbeten sekrete. Financat mund të luhaten lehtë për shkak të shpenzimeve të vogla, por të shpeshta. Kontrolli është çelësi. Në dashuri, për binjakët në qift, dita sjell flirt, humor dhe rikthim të energjisë pozitive. Një bisede sinqert mund të rregullojë një keqkuptim të vjetër. Beqarët janë shumë tërheqës sot, por duhet të dallojnë mes interesit të përkohshëm dhe diçkaje serioze. Shëndeti lidhet ngushtë me lodhjen mendore. Pushimet e shkurtra gjatë ditës janë të domosdoshme. Gaforia. Gaforia e ndjen 11 shkurtin si një ditë të thellë emocionalisht. Intuita jote është jashtëzakonisht e fortë dhe të udhëheq drejt së vërtetës. Sot mund të kuptosh më qartë qëllimet e njerëzve përreth. Kush është i sinqert dhe kush jo. Në punë mund të ndihesh pak e pavlerësuar, por kjo është vetëm një ndjesje e përkohshme. Puna jote ka lënë gjurmë dhe shumë shpejt do të marrësh vlerësimin e merituar. Mos lejo emocionet të ndikojnë në vendimet profesionale. Financat kërkojnë kujdes. Shmang shpenzimet e diktuara nga humori. Në dashuri, gaforia sot kërkon ngrohtësi dhe siguri. Në qift është një ditë e mirë për afërsi, për biseda të qeta dhe për rikthimin e ndjenjes së mbrojtjes reciproke. Beqarët mund të tërhiqen nga dikush që u jep ndjesinë e stabilitetit dhe besimit. Shëndeti përmirësohet nëse shmang stresin emocional dhe jep vetes kohë për qetësi. Luani. 11 shkurti e vendos luanin në qendër të vëmendjes. Por kjo nuk është thjesht për të dukur, është për të treguar pjekuri. Yjet të japin dritë, por edhe përgjegjësi. Çdo veprim yt i sot shihet, gjykohet dhe mbahet mend. Prandaj zgjidh të jesh shembull, jo thjesht lider me zë të lartë. Në punë, dita është shumë e favorshme për prezantime, udhëheqje dhe projekte kreative. Nëse ke një ide që kërkon mbështetje, sot është dita ideale për ta shprehur.
E prorët ose partnerët profesional do të jenë më të hapur ndaj mendimeve të tua. Financat janë të qëndrueshme, por mos e tepro me shpenzimet për luks apo imazh. Në dashuri, luani sot ka nevojë për admirim, por yje të kujtojnë se dashuria është rrugë me dy kahe. Nëse je në qift, partneri pret vëmendje emocionale dhe fjalë të ngrohta. Një kompliment i sinqert do të bëjë mrekulli. Beqarët kanë një magnetizëm të fortë dhe mund të tërheqin dikë që i vlerëson për atë që janë, jo vetëm për shkëlqimin e jashtëm. Shëndeti është i mirë, por kujdes zemrën shmang stresin dhe emocionet e forta. Virgjëresha. Për virgjëreshën, 11 shkurti është një ditë që kërkon rregull, disiplinë dhe qartësi mendore. Mendja jote analitike është e mprehtë dhe të ndihmon të zgjidhësh çështje që të tjerët i shmangin. Megjithatë, kujdes të mos bëhesh tepër kritik ndaj vetes dhe të tjerëve. Në punë, dita është shumë e mirë për organizim, planifikim, analiza dhe rregullime detajesh. Një problem që të ka shqetësuar prej ditësh mund të marrë zgjidhje sot. E prorët e vlerësojnë përpikërinë tënde, edhe nëse nuk e shprehin menjëherë. Financat janë të qëndrueshme, por dita është ideale për të bërë plane afatgjata, kursime ose rishikim buxheti. Në dashuri, virgjëresha sot kërkon siguri dhe sinqeritet. Nëse je në një lidhje, është momenti i mirë për biseda të qeta dhe të thella. Mos ki frikë të shprehësh ndjenjat. Beqarët mund të tërhiqen nga dikush inteligjent, i qetë dhe i besueshëm, ndryshe nga tiparet sipërfaqësore. Shëndeti kërkon kujdes te sistemi tretës dhe lodhja mendore. Pushimi është thelbësor. Peshorja. 11 shkurti për peshoren është një ditë vendimtare. Mund të ndihesh i ndarë mes asaj që dëshiron dhe asaj që mendon se duhet të bësh. Yjet tregojnë se balanca gjendet vetëm kur je i sinqert me veten. Në punë, bashkëpunimet janë çelësi i suksesit. Një marrëveshje ose projekt i përbashkët mund të ecë përpara nëse tregohesh diplomatik. Mos u përpiq të kënaqësh të gjithë, kjo të lodh dhe të largon nga qëllimi yt. Financat përmirësohen përmes një ideje kreative ose një kontakti të ri. Në dashuri, peshorja kërkon harmoni dhe qetësi. Në qift, shmang debatet e vogla që lindin nga keqkuptime. Një bisede hapur do të rikthejë ekuilibrin. Beqarët mund të përballen me dy zgjedhje, zemra dhe arsyeja mund të mos bien dakord. Shëndeti përmirësohet nëse gjen kohë për veten dhe shmang stresin emocional. Akrepi. 11 shkurti është një ditë intensive për akrepin. Emocionet janë të forta, por edhe zbuluese. Sot mund të dalë në dritë një e vërtet që e ke ndjer prej kohësh, por nuk e dashur ta pranosh. Mos u frikëso, kjo të çliron. Në punë ke fokus, vendosmëri dhe aftësi strategjike. Je një hap përpara të tjerëve, por mos e shfaq hapur çdo plan. Disa gjëra janë më të sigurta kur ruhen në heshtje. Financat kërkojnë maturi dhe shmangje të rreziqeve. Në dashuri, akrepi është pasionant dhe kërkon thellësi. Në qift, dita sjell afërsi, por edhe xhelozi të fshehtë, komunikimi i sinqert është i domosdoshëm. Beqarët mund të përjetojnë një tërheqje të fortë, pothuajse magnetike, që lë gjurmë. Shëndeti lidhet drejt për drejt me gjendjen emocionale. Çlirimi i tensionit është i nevojshëm. Shigjetari. 11 shkurti e gjen shigjetarin me një ndjenjë të fortë dëshire për liri dhe ndryshim. Rutina të lodh më shumë se zakonisht dhe mendja jote kërkon horizonte të reja. Yjet tregojnë se sot je në një fazë ku pyetjet për kuptimin e gjërave bëhen më të thella dhe nuk kënaqesh me përgjigje sipërfaqësore. Në planin profesional, dita është e favorshme për ide të reja, plane afatgjata, studime, udhëtime apo bashkëpunime me njerëz nga jashtë. Edhe nëse disa projekte ecin më ngadalë nga sa do të doje. Mos u dekurajo, çdo hap po të çon drejt diçkaje më të madhe. Financat janë në përmirësim gradual, por kërkojnë durim dhe menaxhim të kujdesshëm. Në dashuri, shigjetari ka nevojë për hapësirë dhe sinqeritet. Nëse je në qift, është rëndësishme të shpjegosh ndjenjat pa krijuar ndjesinë e largimit emocional. Një bisede hapur forcon lidhjen. Beqarët mund të njohin dikë tërheqës përmes një udhëtimi. Kursi ose rrjeti social dikush që zgjon kurreshtje mendore. Shëndeti kërkon më shumë lëvizje fizike. Trupi yt ka nevojë të çlirohet nga tensioni i brendshëm. Britsjapi. Për britsjapin, 11 shkurti është një ditë përgjegjësish, por edhe arritjesh të heshtura. Je i fokusuar, serioz dhe i përkushtuar ndaj qëllimeve të tua. Yjet tregojnë se puna që ke bërë në heshtje tani po fillon të jap rezultat. Edhe nëse ende nuk duket qartë për të gjithë. Në punë ke avantazh në çdo situatë që kërkon durim, organizim dhe disiplinë.
Një çështje e vjetër mund të marrë zgjidhje përfundimtare sot. Financat përmirësohen përmes planifikimit dhe shmangjes së shpenzimeve të panevojshme. Në dashuri, bricjapi shpesh i mban ndjenjat brenda vetes, por sot është koha t'i shprehësh. Nëse je në çift, partneri ka nevojë të ndjejë afërsinë tënde emocionale, jo vetëm mbështetjen praktike. Beqarët mund të ndihen të tërhequr nga dikush serioz, i pjekur dhe i besueshëm, një lidhje që ndërtohet ngadalë, por sigurt. Shëndeti kërkon balancë mes punës dhe pushimit. Mos e tepro me lodhjen. Ujori. 11 shkurti është një ditë reflektimi dhe qartësie për ujorin. Mendja jote është plot ide dhe vizione për të ardhmen, por sot ndjen nevojën të ndalesh dhe të pyesësh veten: çfarë dua vërtet? Yjet të ndihmojnë të shohësh gjërat nga një këndvështrim më i thellë. Në punë, idetë tua janë përpara kohës dhe jo të gjithë i kuptojnë menjëherë. Mos u zhgënje, vazhdo të besosh në vizionin tënd. Financat janë të qëndrueshme, por shmang vendimet e nxituara. Në dashuri, ujori kërkon lidhje mendore dhe shpirtërore. Nëse je në çift, dita është e favorshme për biseda të sinqerta dhe plane për të ardhmen. Beqarët mund të ndihen të tërhequr nga dikush unik, ndryshe nga të tjerët që i kupton pa shumë fjalë. Shëndeti lidhet ngushtë me qetësinë mendore. Meditimi ose koha vetëm do të bëjë mirë. Peshqit, 19 shkurt 20 mars. 11 shkurti për peshqit është një ditë e mbushur me ndjeshmëri, intuit dhe emocione të thella. Je më i lidhur se zakonisht me botën e brendshme dhe kjo të ndihmon të kuptosh gjëra që të tjerët nuk i shohin. Yjet tregojnë se sot ëndrat dhe shenjat kanë rëndësi, dëgjoji. Në punë, kreativiteti është arma jote më e fortë. Nëse punon në art, shkrim, muzikë apo fusha krijuese, dita është shumë frymëzuese. Financat kërkojnë kujdes dhe planifikim, shmang shpenzimet impulsive. Në dashuri, peshqit janë romantik dhe të përkushtuar. Në çift, dita sjell afërsi emocionale, mirëkuptim dhe butësi. Beqarët mund të përjetojnë një lidhje shpirtërore të fortë, që lind pa pritur, por lë gjurmë të thella. Shëndeti përmirësohet përmes relaksimit, artit dhe kohës për veten. Horoskopi i datës 11 shkurt përfundoi.